I nderuar President Agim Ademi, të nderuar antarët Komitetit Ekzekutiv, të nderuar përfaqësues të FIFA-s Rolf Tanner e Marko Ferri, nderuar Denis, drejtori I zhvillimit federatave në UEFA, të nderuar përfaqësues të Ministrisë së Sportit Zoti Fidan, të nderuar delegat, mirëdita. Është një nderje dhe kënaqësi e veçantë për mua që t'jem sot mes jush në zhvillimet e punimeve të asamblesë së zakonshme të Federatës së Futbollit Kosovës. Së pari më lejoni që t'ju përcjell përshëndetjet më të mira të presidentit të UEFA zotit Aleksandr Çeferin, sekretarit përgjithshëm të UEFA zotit Teodor Teodoridis dhe kolegëve të mi të Komitetit Ekzekutiv. Marrëdhënia ndërmjet UEFA-s dhe Federatës së Futbollit Kosovës ka vijuar të zhvillohet në mënyrë konstruktive dhe të ndërsjellët. Federata e Futbollit Kosovës ka dëshmuar përkushtim të vazhdueshëm ndaj forcimit institucional dhe zhvillimit afatgjatë të futbollit, progres I cili njihet dhe vlerësohet nga UEFA. Gjatë viteve të fundit, bashkëpunimi ka qenë në disa fusha kyçe dhe strategjike, përfshirë qeverisjen, zhvillimin e infrastrukturës, futbollin e trinjve dhe qëndrueshmërinë e institucionit. Në këtë drejtim dëshiroj të theksoj përdorimin efektiv të fondeve të programit Hat-Trick të UEFA-s, veçanërisht për ndërtimin e fushave të reja me bar artificial dhe objekteve stërvitore. Këto investime kanë një rol të rëndësishëm në zgjerimin e qasjes së futbollit, përmirësimin e kushteve të stërvitjes dhe forcimin e futbollit bazës në të gjithë Kosovën. Në aspektin sportiv, futbolli I Kosovës vazhdon të shënojë përparim të qëndrueshëm. Paraqitja e skuadrës kombëtare A në ndeshjet kualifikuese të kampionatit botror dhe pjesëmarrja e saj në play-offin e marsit për të qenë pjesë e kampionatit botror dëshmojnë qartë zhvillimin dhe ambicien e lartë. Uroj që kombëtarja e Kosovës të ketë suksese në 2 ndeshjet e ardhshme të play-offit. Në nivel klubesh gjithashtu arritjet janë të mëdha. Drita, jo vetëm që është kualifikuar në ndeshjet në grupe në Conference League, por ka kaluar ato dhe sot është në fazën play-off. Po ashtu progresi I përfaqësuesve të moshave të reja është evident. Ekipi kombëtar U21 ka bërë një performancë pozitive në ndeshjet kualifikuese dhe ka shumë shanse që të jetë pjesë e Euro 2027. Uroj që të jetë pjesë e këtij eventi madhor në Tiranë. Ky zhvillim pasqyron rëndësinë që I është kushtuar futbollit të rinjve dhe tregon se investimet e bëra sot po japin rezultate konkrete për të ardhmen. Në këtë kontekst më lejoni t'ju shpreh urimet tona më të mira për përfaqësimin e kombëtares dhe klubeve tuaja në garat aktuale dhe ato që do të vinë. I urojmë lojtarëve, trajnerëve dhe zyrtarëve tuaj çdo sukses në vazhdimin e rrugtimit të tyre. Të marrë së bashku këto zhvillime dëshmojnë se futbolli në Kosovë po ecën përpara në mënyrë të strukturuar dhe të qëndrueshme, nga infrastruktura tek futbolli I bazës, I trinjve, garat e klubeve dhe garat e ekipeve kombëtare. Nuk do dua t'ju marr më shumë kohë, pasi keni përpara çështje shumë të rëndësishme sot në asamble. Keni për të trajtuar çështjet vjetore të bilanceve apo buxheteve, keni për të bërë dhe zgjedhjet e presidentit tuaj dhe konfirmimin e Komitetit Ekzekutiv të zgjedhur nga shoqatat rajonale. Proceset zgjedhore janë gjithmonë momente themelore dhe të rëndësishme për çdo federatë, sepse rikonfirmojnë legitimitetin, unitetin dhe përgjegjësinë e institucioneve futbollistike. Edhe pse sot ju keni një kandidat të vetëm, fakti që asambleja zhvillohet në përputhje me statutin, rregullat dhe procedurat demokratike është një tregues I rëndësishëm I stabilitetit institucional të FFK-s. Ju uroj një asamble zgjedhore të suksesshme, të vazhdoni punimet në mënyrën siç e uroj dhe presidenti fair play. Ju faleminderit shumë për mikpritjen e ngrohtë, si gjithmonë në shtëpinë time në Prishtinë. Punime të mbara.